Përshëndetje miq të FSHFTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur takohemi për të folur për treat më të fundit nga futbolli në vend, po po ashtu për diskutuar sigurisht për lojtarët e kombëtarët shqiptarë, sepse kanë mbetur vetëm 2 javë nga ndeshja shumë e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme e historisë së futbollit shqiptar, ndaj Polonisë për fazën play-off të botrorit 2026. Sot kam kënaqësinë të kem në studio të sapo zgjedhurin në fakt si antar i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit, Erin Resulit, njëkohësisht edhe trajner i ekipit kombëtar të futsalës. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Tashmë je në shtëpinë tënde, je në një ambient përveç se në mbledhjet e Komitetit Ekzekutiv, po ashtu edhe në FSHFTV, si të duket fillimisht ky post i ri që ke marrë, po nga ana tjetër edhe një televizion. Ju falenderoj për ftesën, është ka rëndësi që ndodhen në FSHFTV, që është kanali mediatik i FSHF-s, dhe shumë e rëndësishme që është kanali mediatik i FSHF-s, sepse në bazë këtij kanali ne mund të bëjmë promovimin e sportit shqiptar, sportit amator dhe jo vetëm, po dhe intervista me sportistë legjendar, me ndeshje, mund të takojmë kolegë etj, po është shumë e rëndësishme dhe mërtej u përgëzoj për kanalin që dhe për këto që keni arritur. Për sa përket Komitetit Ekzekutiv, ju falenderit për vlerësimin, ju falenderoj edhe njerëzit që më zgjodhen për vlerësimin. Ne aty kemi një target që të bëjmë më të mirën për sportin, thash për gjitha llojet e sportit në përgjithësi, por megjithatë ne jemi për futbollin dhe mendojmë që ka 2 vite të ardhshme në platformën që kemi menduar të bëjmë më të mirën dhe ta çojmë futbollin shqiptar në majë më të lartë. Patjetër. Alban Hasani, gazetar minor sportiv, përshëndetje Alban, nga një media në një media tjetër. Tashmë si të duket kjo nisë për Federatën Shqiptare të Futbollit? Unë kam përshëndetur që në fillim në momentin që jemi njohur dhe është diçka shumë pozitive. Unë dhe mendoj që është edhe shumë e nevojshme, ishte shumë e nevojshme dhe kjo gjë ka bërë që të fillojnë të reklamohen, bëhen shumë gjëra dhe shumë aktivitete që federata organizon, është gjë e mirë që të reklamohen dhe publiku ka më të drejtën dhe mundësi tashmë për të njohur të gjitha. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Unë uroj që të jetë një fillim i mbarë dhe të zgjerohet sa më shumë, pasi mendoj që për aq sa ka futbolli duke nisur që nga moshat e vogla dhe për të mbritur tek maja ekipi kombëtar të jenë shumë gjëra. Jeni konkurrent në një farë mënyrë, kështu që shikohet si konkurrent, ne jemi tani në televizion. Bashkëpunëtor, jo konkurrent. Konkurrent, ne jemi konkurrentë në çdo televizioni në Shqipëri. Konkurrencë si një lloj objekti referencë në një farë mënyrë. Po, ndoshta do t'i referohesh për shkak se jemi prodhuesi i lajmit në konkurrencë në Shqipëri për sa i përket gjithmonë. Patjetër, prandaj do ta shohësh me syrin e konkurrentit, edhe bashkëbisedimin. Unë vlerësoj si nisë, është nisë shumë, ndoshta media dhe ne si media publike që jemi, ndoshta nuk kanë hapësirë gjithë aktivitetet sportive ato që organizon federata, se në vërtetë janë shumë aktivitete që organizohen dhe ku më mirë se gjithë të pasqyrohen. Tu hyn te xhelozia pastaj, domethënë që ju bëni xheloz pse ne transmetojmë ato ndeshje të cilat janë shumë të rëndësishme, ka një fokus të përcaktuar për grup mosha të caktuar. Në momentin nuk kemi xhelozi se na superiore besoj. Jemi do ta shikojmë atë. Për momentin thash Flora. Faleminderit Alban, Floria Riza që nuk ka nevojë për prezantim zakonisht, se përfshihet edhe te diskutimet tjera. Përshëndetje Flori. Përshëndetje. Javë interesante, intensive, ka pasur ndeshje goxha surprizuese le të themi në Abisnet Superior, po ashtu do diskutojmë edhe për gjëra të bukura edhe në lidhje me kombëtarën shqiptare. Në fakt një nga risitë e këtij sezoni është edhe lançimi i fanellës së re të kombëtarës shqiptare, e cila në fakt do të jetë fanella me cilën do të luajnë lojtarët në ndeshjen e 26 marsit ndaj Polonisë dhe shpresojmë sigurisht në një rast fitoreje në fazën play-off dhe në rast kualifikimi në botrorin 2026 do të jetë dhe fanellat me të cilat kombëtarja jon do të luajë ndeshjet e botrorit. Është një fanellë e cila në fakt ka ruajtur një farë linje të ngjashme me ngjyrën e kuqe dhe ngjyrën e bardhë me fanellat ekzistente, pra silueta e shqiponjës dhe detajeve tradicionale të Shqipërisë janë të ruajtur të dyja, ndërkohë tek fanella e zezë kemi një detaj interesant që është lulja e përkrenares së Skënderbeut, e cila është stampuar në të gjithë sipërfaqen e fanellës. Do t'i shohim të treja fanellat këtu, pra ngjyra e kuqe, ngjyra e bardhë dhe ngjyra e zezë.
Aktualisht ne do të luajmë, në fakt është e konfirmuar që do të luajmë ngjyrën e zezë në ndeshjen me Poloninë në datën 26 mars. Erind, një fanellë e re që ndoshta shpresojmë që të jetë edhe një augur shumë i mirë për kombëtarin. Kemi pasur në fakt një fanellë të re të lançuar pikërisht në mars në ndeshjen ndaj Anglisë në Wembley dhe duket sikur ka sill fat ajo aktualja, tashmë vjen edhe një fanellë tjetër. Po jo vërtetën mund të refuzohem tek ekipi, se më ka pëlqyer shumë ekipi dhe kur na ka propozuar, na kanë treguar herën e parë. Për fanellën nuk do të flas sepse ngjyra e zezë faktikisht nuk është një augur i mirë, po inshallah kësaj radhe është augur i mirë. Shumë fat ngjyra e zezë. Kemi marrë konfirmimin dhe kemi kualifikimin edhe në Andorra, jemi kualifikuar edhe në Europianin e parë. E thash në formë shakaje gjithsesi, po kemi bërë golin e parë në Europian me fanellën e zezë. Patjetër. Megjithatë, mendoj do të flisja pak për ekipin. Ekipi shumë interesant, edhe golat janë zgjedhur për epokat e caktuara. Goli i parë në Europianin e parë. Goli më i shpejt që u bën me në Italinë Europian dhe goli që na kualifikoi në Serbi me Reimanën. Dhe sinqerisht mendoj që është për të përgëzuar dhe departamenti komercial i federatës për zgjedhjen dhe për prezantimin që ka bërë. Po punë e fanellës unë mendoj që t'ja lëmë tepër fushës si shonë ndonjë. Fanella ka, jo, se do ta zgjerojmë temën e fanellës. Fanella lidhet thash për veten time, lidhet direkt me tifozërinë. Pra, përveç faktit që ekipi do duket bukur, lojtarët do kenë uniformë speciale të veçantë, lidhet dhe me uniformën apo me fanellin që çdo tifoz duhet të blejë për të qenë i pranishëm në atë ndeshje në stadium apo në fan zonën në Federatën Shqiptare të Futbollit apo në çdo vend tjetër publik ku ndeshja do të transmetohet. Dhe kjo do ta bëj atë tifozin e asaj dite, do ta ngrej tek niveli i ndeshjes, tek niveli i ekipit kombëtar, kështu që ne pretendojmë. Jo, unë pretendoj që neve të kemi një numër rekord shitjesh të fanelave të ekipit kombëtar për ndeshjen e raundit parë play-off Poloni-Shqipëri për në interesin që ka ndeshja, Flor, për tifozërit, flasje, gjithë mundohen gjej një bilet, nuk besoj që do jetë diçka e ulët përse i përket. Do jetë një shitje shumë e lartë besoj edhe fanellave. Po i ftoj. Ka një interes shumë të madh dhe kjo është një augur shumë i mirë. Unë gjithmonë në prezantimin mbaj mend që kur janë prezantuar për herë të parë fanellat, gjithmonë ka patur diçka interesante dhe ajo që ju thatë një detaj shumë i rëndësishëm i përkrenares Skënderbet, mos gaboj që ishte, do thotë është një simbol shumë i veçantë dhe një gjetje shumë e veçantë. Gjithmonë ka patur gjetje shumë të veçanta dhe gjithmonë na identifikon dhe na bën diçka të veçantë që në momentin që shohim dhe ajo është që na përket neve si komp në ato që ndëri pak tu. Ideja që thash më parë përpos shakas ishte kjo. Neve identifikohemi me ngjyrat kuqezi. Do ishte shumë domethënëse që ne të luanim me kuqezin. Kjo është çështja, duhet qenë se ndeshja është në transfer, te Polonia po prapë luan në ngjyrën e kuqe. Sepse ndoshta mund të ishte bërë kërkesë, por ne dimë që vendosin të tjerë. Po, vendosen nga rezultatet. Në moment me të bardha besoj se ato kanë kuqe bardhë dhe nuk luan dhe kjo është arsyeja. Kjo është e parëndësishme, po e rëndësishme edhe një herë është që tifozat të veshin këtë uniformën e ndeshjes së raundit parë play-off Poloni-Shqipëri në Varshavë. Kjo është rëndësishme. Në fakt kjo ka qenë arsyeja sepse është lançuar kaq herë, sepse nëse e mbani mend vitet e tjera, lançimin e fanellës e kemi bërë përgjithsisht ditën e parë së të dytë të grumbullimit, sepse kemi bërë zakonisht fotoshooting edhe me lojtarë të kombëtarë, secili sigurisht nuk do mungojë edhe këtë herë, por ajo çfarë është interesante në fakt në fanellën e re të kombëtarës është edhe mesazhi që transmeton fanella dhe kemi zgjedhur fjalën përtej, pra në këtë rast shkohet përtej ëndrës, sepse ëndra tashmë është realizuar një herë, dy herë, është realizuar në vitin 2016 me pjesëmarrjen e parë në kampionatin historik Francë 2016, po ashtu në Euro 2024 dhe tashmë kemi një mundësi historike, është ndoshta ndeshja më e rëndësishme e historisë futbollit shqiptar dhe mundohemi të shkojmë edhe përtej oqeanit në këtë rast, kështu që është zgjedhur edhe një fjalë domethënëse që urojmë sigurisht që edhe tifozët ta pëlqejnë dhe pse jo të jenë të veshur me fanellën pikërisht duke parë ndeshjen e kombëtares në datën 26 mars, të cilën sigurisht që kanë mundësi ta shohin në fakt në fanzonën që ka krijuar
organizuar Federata Shqiptare e Futbollit së bashku në bashkëpunim me sponsorat e kombëtares, që do të jetë pikërisht në shtëpinë e futbollit, një fanzona e vetme në Tiranë, ku do të shfaqet ndeshja e kombëtares, por në fakt dyert do jetë të hapura që nga ora 18:30, do të ketë shumë aktivitete, do të ketë lojra, do të ketë angazhime të tifozëve, do të jetë një atmosferë shumë e bukur për të ndjekur dhe sigurisht emocionet e ndeshjes shumë të rëndësishme ndaj Polonisë. Riza, herën e kaluar the që nuk do e shohësh ndeshjen në fanzon, besoj ke ndruar mendje tani. Po unë dua ta shikoj ndeshjen në fanzon. Duhet të jem vërtet i përfshirë në gjithë atmosferë që ju përmendët, por për shkak të aktivitetit të angazhimit tim në punë, në kampionatin evropian për 19 vjeçar djem, jam i detyruar që të qëndroj në Tropical Resort. Kështu që për këtë arsye më ndjek me shumë kënaqësi se si do zhvillojnë ngjarjet këtu në fanzon, por vetë fizikisht është e pamundur të jem. Asani si të duket një... Jo, këto janë gjithmonë nisma shumë të mira që i mbledh tifozët, krijohet një tjetër atmosferë dhe për të përshëndetur është që Federata ka zgjedhur ta bëjë pikërisht në shtëpinë e futbollit. Ne kemi parë gjithmonë fanzone të organizuara nga bashkia, por edhe Federata ka bërë gjën e duhur dhe besoj pranë shtëpisë futbollit do ishte më mirë që të jenë gjithë pjesëmarrës. Shpresoj të ketë shumë figura personalitete të futbollit, të cilët zgjedhin ta shohin pikërisht në këto ambiente dhe pastaj nëse do të kurorëzohet me një kualifikim aty të festa besoj që do zjas deri të nesme. Po, patjetër. Shpresoj. Do jetë gjë e bukur edhe për mediat në fakt, sepse mediat vazhdimisht janë në raportime live në punët e Tiranës. Do jetë gjithë një diçka organizuar dhe e mirë menduar që në fillim, absolutisht është avantazh për këtë do dhe të sjellësh një atmosferë të tillë në një moment kaq delikat dhe në atë përtej që ju tha që është përtej për çdo gjë, për kualifikimin, për emocionet, sepse asnjëherë si kemi përjetuar emocionet dhe gjërat për kualifikimin e një botrori. Është diçka shumë pozitive dhe shpresoj të jetë kjo një augur i mirë për kualifikimin. Urojmë në fakt. Ndërkohë, siç e kemi traditë në emisionin tonë, vazhdimisht ne zhvillojmë intervista të drejtë për drejta me lojtarë të kombëtares shqiptare dhe në fakt një nga lojtarët të cilën ne asociojmë gjithmonë me ndeshjen me Poloninë është pikërisht Jasir Hasani, i cili ka shënuar një nga golat më spektakolar ndoshta të historisë së kombëtares shqiptare, pikërisht ndaj Polonisë. Ne zhvillojmë një intervistë direkte tani me të. Jasir, më dëgjon? Përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që të kemi në emisionin tonë në shtëpinë e futbollit. Ti je rikthyer në shtëpi së fundmi, si po ndihesh këtë ditë? Me thënë drejtën, mirë. Po, besoj ke planifikuar një seri stërvitjesh, ke pasur komunikime dhe me stafin teknik kombëtarës. Po, patjetër kam biseduar edhe këtu kam bërë stërvitje në maqenim i ekip timin. Dhe tash do kthehem në Shqipëri dhe do filloj stërvitjen me Partizanin. Okej. Ndërkohë, pak ditë kanë mbetur në fakt nga nisja e grumbullimit të kombëtares për ndeshjen ndaj Polonisë. Tek ju futbollistët si ndihet atmosfera? Po më thënë shumë pozitive është sepse menzi po presim këtë ndeshje me kundër Polonisë, sidomos jashtë. E dim që stadiumi drejt plot me tifozë dhe gjitha në mban botës shqiptare do e ndjekin nga televizorët, nga stadiumi që do vinë apo nga çdo vend ndeshjen më të rëndësishme që kemi pritur deri tani. Besoj se kemi shanset për medalë. Ndërkohë, siç thash më përpara, ti ke shënuar një nga golat më spektakolar të kombëtares shqiptare pikërisht ndaj Polonisë. Si e kujton ato momente dhe çfarë emocionesh ka dhënë ai gol? Po normal, tani emocionet ka çdo ndeshje dhe kur bën gol ndaj një kombëtare siç është Polonia dhe besoj se nuk e haron asnjëherë, por gjithsesi ato gol kur e kem shënuar ka qenë momenti për në evropiane dhe jemi emocionet më të mëdha që kam përjetuar me kombëtarën shqiptare. Dhe unë mendoj se tani është një ndeshje tjetër dhe do ta bëj maksimumin edhe inshallah do Zoti pse edhe një gol nga ashtu. Shpresoj, në fakt, sepse nuk është goli vetëm që ti ke shënuar pikërisht nga ai pozicion, ke shënuar edhe gola të tjerë të kësaj natyre. Ndërkohë që Polonia në fakt është një skuadër e fortë dhe ka lojtarë të cilët luajnë edhe në kampionate të rëndësishme evropiane. Si e vlerëson ti si kundërshtar? Normal, Polonia ka lojtarë shumë të mirë, por mos të harrojmë se edhe ne kemi lojtarë që lozin për kampionate shumë të mira. Edhe mund të them që vetëm që do Zoti që mos ketë asnjë lojtar lëndime dhe të jemi gjithë përgatitur 100%, sepse do jetë një ndeshje shumë e vështirë atje dhe
duhet të shkojmë atje për të fituar edhe mendimin e gjithëve, besoj se mund të edhe t'ja dalim sepse nuk është asgjë e vështirë sepse në shtëpi e kemi rraf Poloninë edhe tani duhet me shku atje me fokus 100% edhe ndeshje dhe shohim si të shkojë ndeshja pastaj. Ndërkohë fakti që ndeshja është në transfert, mendon sepse sigurisht kombëtare ka treguar që mund të fitojë edhe në transfert, por duke marrë parasysh që do të luajmë në Varshavë në një stadium të madh me më shumë tifoz polak patjetër, si mendon si përjetohet emocionalisht edhe tek futbollistët? Është ndeshje e vështirë, por edhe si thash edhe kemi luajtur ndeshjen e parë atje që humbëm, kemi pas edhe ne rastet e tona për të shënuar ose për të fituar ndeshjen, por ndonjëherë futbolli është kështu. Në një rast Polonia që bëni golin edhe e humbëm ndeshjen, por gjithsesi kemi lojtarë shumë të mirë, kemi çdo send, kemi tifozët mbrapa dhe besoj se do bëjmë një ndeshje shumë të mirë edhe t'i gëzojmë tifozët e tonë. Urojmë që të ndodhë kështu në fakt, por ndërkohë në rast fitore ndaj Polonisë do të ndeshemi me një nga fituesen e çiftit Ukrainë-Suedi. Në fakt edhe ndaj Ukrainës i ke shënuar një gol po aq të bukur, po ashtu dhe Suedinë e njohim si kundërshtar sepse kemi luajtur një ndeshje miqësore. Ke ndonjë preferencë ndërmjet këtyre të dyjave ose si i vlerëson secilën për nga rëndësia le të themi? Po çdo kombëtare është e fortë, me thënë drejtën, çdo edhe Ukraina edhe Suedia normal, por gjithsesi fokusi jonë është ndeshja e parë me Poloninë që duhet të fotim me 100% ndeshje për të bërë një ndeshje aq të mirë që të kualifikohen për ndeshjen tjetër. Unë mendoj se ndeshja e parë është shumë e vështirë, sepse kjo është që nëse kalon ndeshjen e parë, pastaj ke ndeshjen e ditë që edhe mund përgatitesh edhe mund të analizosh ndeshjet e kombëtarëve të tjerë, Ukraina apo Suedia. Pra nuk është se ke një preferencë nëse do të zgjidhje mes të dyjave. Nuk kam me preferencë, po sepse edhe Ukraina dhe Suedia kanë lojtarë shumë të mirë, por kush tjetë, më rëndësi është që ndeshjen e parë ta fitojmë edhe pastaj ndeshjen e ditë kush na vere duhet ta analizojmë mirë edhe inshallah që ëndrën ta bëjmë realitet. Në fakt ne s'kemi qenë asnjëherë kaq afër ëndrës për të shkuar në botror. Sa beson ti, Jasir, që ne mund të jemi të kualifikuar në botror këtë vit? Unë mendoj sepse kemi lozën edhe kundër Polonisë, edhe kundër gjithë kombëtarëve, edhe Ukrainës, edhe Suedisë, por me të thënë drejtën ne kemi gjithë lojtarët besim 100% që të futemi për atë ndeshje, që t'japim 100% ndeshje dhe që të fitojmë edhe të kualifikohemi për raundin tjetër. Urojmë shumë fakt që të ndodh kjo edhe sigurisht që gjithë tifozëria shqiptare është pas jush edhe urojmë që të marrim rezultatin më maksimal më të mirë të mundshëm. Shumë faleminderit Jasir Hasani, të uroj dhe suksese në vazhdim edhe me servite dhe çdo gjë tjetër. Mirupafshim. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Kemi ndjekur një lidhje direkte me futbollistin e kombëtares shqiptare Jasir Hasani, i cili na tregoi disa nga emocionet në lidhje me ndeshjen fillestare në fakt ndaj Polonisë 3 vite më parë, ku ai shënoi një gol shumë të bukur, po ashtu edhe emocionet e fazës play-off, që është një moment shumë i rëndësishëm fakt në historinë e kombëtares Alban Hasani. S'kemi qenë asnjëherë në këtë fazë të një kampionati botror praktikisht. Si e shikon gjendjen e skuadrës, shanset e çdo gjë tjetër? Është e vërtet, nuk kemi qenë asnjëherë në këtë pikë, por ne jemi të rritur, besoj, në aspektin e moralit, e pjesëmarrjeve, dhe tashmë nuk jemi më skuadra që gjithmonë kemi ndëruar të shkojmë në një event ndërkombëtar, në një finalet e një europiane apo një botrori. 2 kampionatet europiane ku kemi qenë pjesë e kanë rritur mentalitetin, kanë rritur pritshmëritë, kanë rritur gjithçka tek ekipi përfaqësues. Gjithsesi luajmë në një kundërshtari që nëse do ta shohim letër është favorit ndaj nesh, aq më tepër që luan edhe në shtëpinë e tij dhe në prezencën e një tifozërie do të thosha të madhe. Por këto kanë pak rëndësi nëse ne do të dimë të bëjmë më të mirën tonë dhe trajneri do të ketë në dispozicion gjithçka që i duhet për këtë ndeshje për të arritur tek suksesi. Ajo që ndoshta shqetëson pak është mungesa e minutave për disa nga lojtarët, apo në rastin konkret për Jasir Hasani, i cili është ndalur në atë moment, dëmtimi për shkak të situatës, të detyruar dhe këtë them, apo dëmtimet e Brojës, dëmtimi i Dakut, janë disa pika dhe disa gjëra të cilat trajnerin besoj e kanë vënë pikpyetje shumë të mëdha. Unë kam parë dhe turin që trajneri ka bërë ndërkohë dhe po ndjek lojtarët, paktën që ai mendon që mund të vinë, mund të jenë këtë grëmullim ose i ka ftuar, është munduar të shfrytëzojë kohën, t'i takojnë nga afër për të marrë ndoshta dha të anën
ndjesin që ato kanë pikërisht për këtë ndeshje, duke nisur që nga kapiteni Gjimshiti dhe të gjithë, dhe unë mendoj që më shumë se sa një ndeshje fizike, sportive, unë mendoj që do duhet më shumë punë nga ana mentale, pasi do të jenë 90 minuta ose 120 minuta që ne duhet të kalojmë. Nëse ne do të jemi mentalisht dhe psikologjikisht freskët, unë besoj që ne kemi mundësit për të arritur. Shifrat janë pak kokëforta, pasi ne ndaj skuadrës së Polonisë kemi vetëm një fitore, ndërsa kemi rezultatet e tjera janë 2 barazime dhe 9 humbje. Përballje direkte kemi barazuar një ndeshje, besoj Flori duhet ta mbajmë mend apo Erin 2-2 në 84. Golat e Petriut dhe të Petriu Murit dhe Kusin. Në Poloni, në një Poloni që ajo ka qenë një Poloni me shumë cilësi atëre, dhe pse mos përsërisim një ndeshje të tillë, apo pse mos jemi ne që të kalojmë për më tej. Vetëm pjesa e lojtarëve të cilët nuk kanë patur minuta dhe atyre që janë të dëmtuar, është ajo që shqetëson për momentin. Por mos harrojmë që nuk kemi numër të limituar lojtarësh në ekipin kombëtar. Pra, ndoshta për dekada me radhë ne kemi luajtur me numër të limituar lojtarësh, ky numër, pra lojtarë cilësor që mund të ishin kompetitiv në ndeshje futbolli, 14, 13, 14, 15. Kujtoj edhe kualifikimin në Francë 2016. Edhe aty ekipi ka qenë i limituar në organikën e tij. Pra nuk ka qenë i këtyre kuotave, pra 25, 27 lojtarë të gjithë të gatshëm që mund të quajmë. Apo lojtarë që kanë krijuar eksperiencën gjatë ndeshjeve, pra nëse dikush ka qenë i dëmtuar apo me minutazh të pakët, është zvendësuar nga dikush që ka qenë pothuajse i barabartë me këtë, po ka pasur le të themi atë formën e mirë sportive në momentin e duhur. Në fakt ne kemi diskutuar shpesh herë që është ndoshta edhe një lloj dhimbje koke për trajnerin Silvinho nga opsionet që ka për të zgjedhur resultatistike e parë lojtarët shqiptar. Kemi krijuar edhe një tip grupi në fakt në Turqi, sepse trajneri Silvinho së bashku me stafin e tij së fundmi ka qenë në Stamboll, ku ka vizituar, ka parë ndeshjen e Ernest Muçit, po ashtu dhe ndeshjen midis ekipit të Qazim Laçit edhe Christian Aslan. Në fakt Qazim Laçi ishte në pankinë në atë ndeshje, por Christian Aslani u inkuadruar në pjesën e dytë. Si e ke parë këtë afrimin e lojtarëve shqiptar me Turqinë, sepse specifikisht do flasim edhe për 2 prej tyre për qenë realist, unë do të thënë diçka tjetër duke vazhduar edhe historinë që ka pak Albani pak më parë. Tek momenti kur ne diskutojmë që kemi lojtarë me pak minuta ose të tjerë dhe dalë ke pjesa Florit që tha kemi zgjedhje. Unë mendoj që kjo ka një të mirë dhe ka një të keqe. Duke qenë trajner vet aq sa jam. Këto janë historitë e herojëve. Në momentet kur ne kemi lojtarë me emër të dëmtuar, siç janë Broja, siç është Daku, siç është ky mesfushori, në mos gaboj ky që luan Spanjë, edhe ky është dëmtuar. Kështu që janë disa lojtarë të titullar, ama ky është momenti i këtyre që ne i quajmë heroj. Mos harrojmë, Hasani shënon një nga golet më të bukur kundër Polonisë. Mos harrojmë atëre ishte idhulli i ekipit tonë kombëtar. Mendoj që tash është momenti që trajneri duke aktivizuar lojtarë të tjerë që ka mundësi zgjedhje, të zgjedhin edhe heroj të rinj. Këto mund të jenë lojtarë të cilët mund ta çojnë ekipin tonë më parë. Unë jam dakord Erin, po ne kemi qenë pak personalisht dhe me Lenidën kemi qenë shumë konferenca me trajnerin Silvinho. Dhe mos gaboj në ndeshjet e shtatorit kur ishte Andora, dhe në një analizë që trajneri bëri tha kam patur shumë dilema dhe vendosa të marr lojtarë të cilët kanë qenë në nisjet fushatës. Trajneri ka pak të vështirë të besoj elementeve të rinj dhe ju beson më shumë lojtarëve të cilët ai ka patur që nga fillim. Kjo fal. Ç'është ndërtimi i skuadrës? Të argumentoj se unë nisa të argumentoj dhe këtë do të thoya. Zgjedhja e trajnerit është tjetër gjë dhe momenti është tjetër gjë. Në qoftë se këto lojtarë e vjetër që të folën përpara 3-4 lojtarë kryesorë janë të dëmtuar, s'ka zgjedhje më kato. Do më e dritë. Jo, besoj që nëse nuk është Daku apo Broja, do jetë Manaj apo do jetë Tuci. Nuk besoj që ai do po sheh për një emër tjetër. Unë mendoj që edhe Tuci mund të jetë heroi i ekipit kombëtar. Jo, nuk e vën diskutim. Dhe Tuci dhe kushdo tjetër mund të japi kontributin e tij. Por ai nuk ka qejf të eksperimentojë me emra të rinj. Kjo është do të thoya. Kjo është zgjidhja e trajnerit. Megjithatë unë po them pra, pyetjet e reja patjetër që të sjellin një zjarr të rinj në ekip. E rëndësishme është që në një ekip të jetë grupi. Nuk është një lojtar ose 2 lojtarë ose 3 lojtarë, por në çet grupi është e humbur të vaja. Ne me vërtet lozim një vend jashtë. Domethënë ato janë ekipi pritës, por në futbollin e sotëm që s'ka ndodhur. Dhe ka momente
mendoj që topi është edhe në anën e tyre, domethënë që veçësia bën drejta këto, se përgjegjësia është më e madhe për ato. Po desh është para thotë se e para që por ajo që do të them fol Flori ta mbaroj, do të thoya kjo. Dhe golat që kanë bërë lojtarët tonë, për shembull Laçi bëri golin e fitores me ekipin kundërshtar. Pavlan Seferi ka dhënë gol dhe asist, Arbnor Muja po ashtu pra kanë. Domethënë dhe kjo tregon që disa lojtarë tjerë që ky edhe pse i ka pasur më përpara dhe nuk i ka marrë për arsye të caktuara se ajo varet nga trajneri, është pjesë taktike tani, nuk duhet ndrym, janë të gatshëm. Kështu që ja del kjo pjesa që tha Flori, ne kemi mundësi zgjedhje. Por mendoj këtë që në momentet e caktuara ne na duhen heroj. Herojt në të ekip të lojtarë, gjithë lojtarët e ekipit për momentin. Por siç fola për Hasani më parë që shënoi një nga gola më të bukur thash me Polonin dhe domethënë nëse ma mend gjithë njerëzit duke filluar nga fëmijët deri ke moshat gjithë jo Hasani jo kombëtarja. Kjo është ideja që ne duhet jemi domethënë të kemi besim te kjo punë. Kjo është e rëndësishme. Unë mendoj se pyetjet e reja në gëshëtim me lojtarët që janë, ne do të japim një rezultat pozitiv, është shumë e rëndësishme. Në fakt një nga prurët e reja, Flori, sepse do dalim më tej me diskutime, ka qenë dhe Nazmi Gripshi, cili është grumbulluar në fakt nga trajneri Silvinho në vitin 2025 dhe duket sikur ka nisur me këmbë të mbar aventurën e tij në Rusi, ku ka shënuar gol dhe është pallur fakt edhe lojtari i ndeshjes, një lojtar interesant Hasani për sa i përket karakteristikave të tij si lojtar dhe ka bërë një transferim pra vinte nga kampionati kazak dhe tashmë në kampionatin rus. Jo, ishte një nga lojtarët e spikatur në kampionatin kazak dhe më pas për të kaluar në Kazakistan dhe për të kaluar më pas në Rusi. Një lojtar shumë interesant. Unë mbaj mend që në kampionatin ton, në kampionatin shqiptar, kur ishte pjesë e skuadrës Skënderbeut, më pas transferimit dhe shumë performance të mira, si në kampionatin e Kosovës, por edhe në ndeshjen ndërkombëtare që zhvillonte me skuadrën e Ballkanit. Është një lojtar i cili është interesant, por besoj që me cilësitë e vetë Gripshit, unë mendoj se ka element tjerë të cilët mund të aktivizohen përpara tij. Unë besoj që trajneri do të ketë një formacion apo do të bëjë një zgjedhje të lojtarëve të cilët ai ka preferuar edhe në fushatën eliminatore. Ka dilema për mbrojtjen, për krahun e djathtë të mbrojtjes ku si Balliu si Hysaj nuk po luaj. Ndoshta ato ulje dhe ngritjet e Mitajt ka qenë i përjashtuar, nuk ka qenë pjesë e skuadrës në ndeshjen e fundit. Këto janë probleme, pasi unë besoj që nuk ka dilema dhe zgjedhje, dhe trajneri në ato që ka takuar dhe ka takuar lojtar që sepse nuk ka mundësi të takoj gjithë, besoj, në një hark kaq shkurtër kohë. Me disa ka zgjedhur metodën për të komunikuar me atë një videotelefonate. Po, është mënyra e tij, por kjo është gjë pozitive dhe unë e thash që ana mentale është shumë e rëndësishme. Njerëzit do jenë ato, për fat mirë Aslani po luan, shqyr dëmtimi e ndërhyrja e Sanes ndaj tij nuk ishte në një dëmtim, pasi do të kishim një alarm edhe për sa i përket Aslanit, një nga pikat e forta të kombëtar. Shqetëson pak Nedim Bajrami, i cili nuk ka patur ato minutat. Shpresoj që Muçi këtë herë të jetë pjesë e ekipit përfaqësues, një nga lojtarët që me atë që po bën në Turqi është shumë i spikatur, ndërkohë që lajmet janë, por ndoshta mund konfirmohet, nuk e dim për pjesën e Planës, lojtari i cili ka qenë luan në kampionatin polak dhe pjesë e skuadrës skuadrës të 21 vjeçarëve të Kosovës, ku është aktivizuar, një mbrojtës i djathtë me minutazh të plot në Poloni, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dhe do të ishte me të vërtetë një vlerë e shtuar dhe do të kishte përgëzime për trajnerin, për stafin e tij, nëse ai do të bëjë pjesë dhe trajneri do ta ketë menduar shumë mirë për aq kohë sa edhe sot në gjitha faqet ai tashmë njihet me flamurin shqiptar, çka do të thotë që ka kaluar ajo pjesë. Mbetet pastaj për të parë në listën trajnerët di që kemi një waiting list, listë të madhe ku janë pjesa ka disa sinjale shumë të rëndësishme dhe këto janë sinjale që trajneri pothuajse e ka përfunduar, tani është për t'i dhënë dorën e fundit, pasi Flori e di shumë mirë që ato 5 ditët janë më shumë për të futur mendimin, po gjithë lojtarët vinë përgatitur. Ka një sqarim. E para herë që këto janë 90 minuta ose 120 minuta. Në karrierën sportive secili nga lojtarët mund ta përballojë me shumë sukses 90 apo 120 minuta. Një ndeshje dhe pa qenë aktiv në një nga ato. E dyta që është më e rëndësishme, për shkak të motivimit të jashtëzakonshëm që të krijon kjo ndeshje, për shkak të dëshirës së madhe që ka i gjithë ekipi kombëtar, stafi, Federata Shqiptare e Futbollit, të gjithë tifozat,
lojtarët zakonisht japin dhe më shumë se sa çfarë kanë. Pra, është kjo një gjë pozitive për ne, sepse ne jemi ata që dhe sfidojmë Poloninë. Ne kërkojmë më shumë, Polonia ka qenë pjesëmarrëse në kampionatet botërore. Kështu që ne jemi ata. Për të parë, në fakt këto dilema do zgjidhen vetëm javën tjetër. Besimi, unë kontaktoj me njerëz. Dhe ai besimi tradicional që ne s'kemi çfarë të humbim dhe ne besojmë që ekipi nuk luaj mirë, ky është shtuar shumë më tepër. Pra njerëzit besojnë realisht që ekipi kombëtar mund të kalojë në ndeshjen e Polonisë. Kemi rritur pritshmëritë, sepse pritshmëritë nuk janë si dikur që më shumë me zemër. Tash pritshmëritë janë nga gjitha aspektet që ne ta fitojmë një ndeshje. E bëm 1 orë 5 minuta. E mbyllim këtu në fakt me diskutimin me kombëtarën, sepse këto dilema sigurisht do marrin fund javën tjetër kur trajneri Silvino do të shpallë listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjen ndaj Polonisë, ndërkohë që ditën e djeshme është hedhur dhe shorti për fazën gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, pikërisht në shtëpinë e futbollit, ku pas hedhjes së shortit ishte Dinamo City që do të përballet me Vllaznin dhe Egnati që do të përballet me Elbasanin. Ndeshje shumë të forta Resuli, klube shumë të mira që në fakt edhe po bëjnë mirë edhe në abisën superiore. Si shikon këtë përballje? Mendoj që kanë dalë ekipet kryesore të Kaçës. Okej, tash është futur Partizani javën e fundit, por për momentin ishin këto 4 ekipet kryesore. Dhe mendoj që dhe shorti është drejt. Do shohim ndeshje interesante, të dyja përplasjet si Dinamo Vllaznia dhe Egnati Elbasani janë interesante. Por desha të thoja që Kupa ka një veçori tjetër dhe kampionati ka një veçori tjetër. Mendoj për shkakun që në ndeshje Kupe për shkakun Vllaznia do të ketë shumë vështirë me Dinamo. Trajneri që ka Dinamo është një trajner ekspert për to. Daja është ekspert për Dinamo është dhe fitoi po kjo do të thotë gjë, nuk besoj se do të gjë, por gjithsesi të dyja përplasjet janë interesante. Megjithatë unë parashikoj që të dalë Dinamo Elbasani në finale. Okej. Asani, si shikon këto dy përballje? Njëkohësisht kemi këto përballje shumë të rëndësishme edhe për Final Four-in, edhe për ndoshta për të fituar bisedë superiore, ndërkohë që edhe Kupa e Shqipërisë po ashtu është një trofe shumë i mirë. Jo, është një trofe shumë i mirë dhe është një trofe shumë i rëndësishëm, sepse do shkosh në Europë dhe në përgjithësi klubet e kërkojnë Europën, sidomos 5 që përfshirë dhe Partizanin, që Rini tha që tashmë është e 4-ta dhe ka zbritur Dinamo poshtë. Po janë skuadra të cilat i kanë dhënë tonin kampionati. Dinamo është skuadra që ndoshta në këtë kaqë është pak jo brenda pritshmërive që gjithë kanë, për vete Curin që skuadra ka patur në këtë nisje. Ka arritur të kalojë përballë Tiranës, një skuadër e cila është në vështirësi dhe lufton për mbijetesë, dhe ende nuk e ka provuar atë forcën siç ishte rasti i Elbasanit për shkakun që kaloi Partizanin apo dhe në sfidat e tjera. Unë besoj që janë 4 skuadrat që mendoj meritojnë të jenë në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Gjithçka është e paparashikueshme. Partizani fitoi në Elbasan, më pas humbi në shtëpi 3-1 dhe kur ndodhin ndeshje të tilla, kjo gjë është e paparashikueshme edhe për sa i përket gjysmëfinaleve. Ajo që mua më ka pëlqyer në javët e fundit, unë kam qenë personalisht në ndeshjen flamurtare Vllaznia, kam parë një numër të kënaqshëm tifozësh, të cilët kanë qenë prezent, kam qenë në Egnati Ateuta, një tjetër ndeshje që ka patur një numër të kënaqshëm tifozësh, dhe ne këtu duhet të kënaqemi, pastaj ja lëm fushës dhe aktorëve kush fiton. Ne duhet të kënaqemi me rritjen dhe pritshmërinë që duhet të fitojë kampionati, apo isha shumë i lumtur kur Tirana Elbasani kishte një numër të konsiderueshëm, apo tentoi dhe derbi mes Dinamos dhe Partizanit kishte prezencë tifozësh. Kjo besoj që është një nga ato lajmet më të mira që ne si gazetar apo sportdashës apo tifozët të vinë sa më shumë, të afrohen sa më shumë. Nëse do të kemi garë të vërtet, do të kemi ndeshje cilat siç ishte ajo Partizani Dinamo, gjithkush që është dashamirës i futbollit apo do të jetë prezant për ta ndjekur një ndeshje të tillë. Shpresoj që këto gjysmëfinale të paraqesin të njëjtën gjë dhe të jemi me kampionati garë vërtet ka pasur vazhdimisht. Jo i gjithë, të jemi të vërtet, jo i gjithë. Për kampionatin do të flasim në pjesën e dytë. Në fakt, ju kujtojmë që në fakt ndeshjet e gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë do të luhen në datën 8 dhe 22 prill. Për abisedë superiore javën 27 që ka prodhuar shumë rezultate interesante, do të flasim pikërisht pas publicitetit. Ndjekim publicitet dhe kthehemi në studio.
adhuron sportin. Eja të festojmë çdo javë. E t'i shohim të gjitha. Në paketën më të pasur televizive të menduar për ty, me ulje deri në 10.000 lekë. Vetëm në platformën tënde më të dashur. Digital, pjesë e familjes. Jemi rikthyer në studio dhe diskutojmë tani për javën 27 Biznes Superiore, që në fakt ka prodhuar edhe rezultate edhe ndeshje shumë interesante. Tirana Elbasani 0-1, Bylis Vora 1-0, Flamurtari Vllaznia 1-0, Dinamo City Partizani 0-2 dhe Egnatia Teuta 4-2. Ndërkohë ndjekim edhe tabelën e klasifikimit me Vllaznin në vendin e parë me 51 pikë, Elbasani me 49 pikë, Egnatia po me 49 pikë, Partizani 42 pikë, Dinamo City 39 pikë, Teuta 34, Bylis 27, Vora 26, Flamurtari 24 dhe Tirana me 21 pikë. Pra kemi një lloj ndryshimi, le të themi, në fazën Final Four. Alban, fitoria Partizanit duket sikur i rikthen, le të themi, atë pozicionimin e tij në fazën Final Four. Po, ishte lajmi i javës 27, fitoria Partizanit në derbi me Dinamon, ndërkohë dhe ndalja Vllaznis në Vlorë ishte edhe ai po një lajm që e bëri edhe më të bukur garën për Final Four. Një kampionat i cili është i hapur në të gjitha frontet. Besoj që Teuta ndoshta është skuadra e vetme, do të thoja, që e ka të vështirë zonën Final Four, duke parë Curin dhe për të shkuar është në ura neutrale, le të themi, themi, neutral nuk rrezikon as poshtë. Më pas pastaj gara për mbjetesë, gara për fitimin e kampionatit apo pjesëmarrjen në Europë është gjithçka e hapur dhe një fazë gjitha besoj do jetë e luftuar. Është një garë. Po vetëm tek Partizani pak më tepër fillimisht, sepse do I marrim 1-1. Partizani është surprizuese fitoria ndaj Dinamo City? Në vazhdën e rezultateve jo. Në atë që Partizani paraqiti në fushën e lojës, po. Një Partizan I cili në pjesën tekniko-taktike trajnerët pastaj po neve na surprizoi me zgjedhjet e bëra trajneri Kërnaja, si me pjesën mes fushës por edhe me pjesën e sulmit, nuk I dha pika referimi kundërshtarit, pati një skuadër shumë të shpejtë në veprimet e saj, një skuadër të vendosur, për asnjë moment nuk u zhbalancua dhe arriti suksesin. Është diçka që nuk ka ardhur rastësisht, se mund të fitosh një ndeshje, po të them 2 dhe mund të themi, janë 5 fitore radhës. Janë 15 pikë që e kanë katapultuar Partizanin atë pikë. Është një klub I cili gjithmonë hyn për trofe, por për mënyrën se si I shkuan gjërat, pavarësisht trumbetimit dhe asaj që presidenti Demi ka thënë edhe pas përfundimit derbi që nëse unë llogarit me stafin I bëj fund nëse nuk jam në Europë, për mua sezoni është I dështuar. Stafi për asnjë moment nuk ka rënë presion, ka punuar qetësisht, ka ditur të bëj pa goditje në merkaton në janari shumë cilësore, por unë do të thosha që rikuperimet e lojtarëve si Dumbia apo Nondi I cili është aktivizuar, janë lojtarë të cilët me të vërtet janë vlerësuar në këtë pikë të kampionatit për Partizanin dhe janë lojtarë të cilët edhe në ndeshje për shembull Dumbia bëri diferencën
por nuk duhet të harrojmë lojtar si Human, i cili ka arritur ato pritshmëritë dhe për atë që Partizani e mori një nga lojtarët me vlerën më të madhe që kishte biznes superiore, ndërsa Sidibe, lojtari i cili është lindur dhe rritur në Belgjikë, është një lojtar me shumë kualitet, çka po e tregon jo vetëm me golat, por edhe me atë që po e ndihmon skuadrën. Ndoshta Flori mund ta analizojmë më mirë, por shitja e Karambës tek Dinamo ka patur një ndikim, një lojtar me shumë cilësi dhe shpesh herë dëmtimet kanë bërë që të ketë dhe mungesë alternativash tek skuadra e Dinamos. Pritshmëritë për dy lojtarët që erdhën nuk arritën ti përmbushin pak deri në këtë pikë të kampionatit. Unë besoj që Partizani do jetë skuadra që nëse do të marrim gjysmën e dytë të kampionatit, skuadra e cila mund të jetë edhe kampione me pikë. Për këtë periudhë. Ndërkohë Riza, si e shikon këtë garën, se është bërë shumë interesante gara e Final Four, në fakt ka ndryshuar edhe renditja, ndërkohë që me ndeshjet që kanë mbetur, çdo gjë është e hapur praktikisht. Patjetër, por e lidhur bashkë me Kupën e Shqipërisë, do të thotë që 5 ekipe do marrin pjesë nëse njëri nga këta shikojmë ndërkohë dhe renditjen, në fakt që është në kupë, do dali fituesi kupës. Praktikisht është Vllaznia, Elbasani, Egnate. Katër shkëlqyse. Vllaznia, Elbasani, Egnate, Partizani, ndërkohë që Dinamo City është shumë afër gjithsesi me 3 pikë. Sipas vendi 4 është shumë i rëndësishëm. Nëse Kupën e fiton Dinamo, që nuk do për momentalisht nuk është në kaçe, digjet Partizani momentalisht. Në rast tjetër, zbritet një vend poshtë nëse fituesi i Kupës do jetë një nga 3 vendet e para, zbritet një vend më poshtë dhe Partizani është përfitues automatik në rastin konkret. Në këtë fotografi, Partizani nuk i intereson të fitojë Kupën Dinamo. Kjo është ajo që pikërisht pra, po më edhe po flasim për Kupën e cila do tuaj pas një muaji. Domethënë momenti i mirë i ekipeve prodhoi këto gjysmë finalist, ndërsa pas një muaji do kemi formën e atij muaji. Kthehem te kampionati, ku shikoj që 4 nga 10 ekipet kryesore të këtij, domethënë 4 nga 10 ekipet të kampionatit nuk kanë shënuar gol, kam një problem shumë të madh, sepse nuk e pranoj faktin që një ekip mos shënoj. Okej, në 10 ekipe njëri prej tyre mund mos shënoj në një javë të kampionatit, po 4 janë shumë. Rezultatet janë ngushta dhe të pakta. Te ndeshja e Dinamos me Partizan. Shiko, Dinamo ka pasur që nga fillimi i fazës 3 në vazhdim, problematika kryesore për sa i përket shënimit golit. Pra ka qenë prodhuese e raste, por nuk ka ditur të shënoj. Në këtë ndeshje, përveç të gjithë atyre që tha Albani për Partizanin, i cili është ekip në formë dhe luan shumë mirë futboll, ka pasur problematika në mbrojtje të Dinamos. Pra, mbrojtja ishte e pasigurt. Kujtoj që goli i parë janë 4 lojtarë Dinamos dhe lojtari i Partizanit shënon nga 4-5 metra me kokë i ulur në gjunjë. Pra, imagjino aty dështon portieri i dalë të ngushtojtojnë me të dy duart, dështojnë mbrojtësat e Dinamos që ishin edhe, nuk janë dhe aq shtatshkurtër për këtë mbrojtje të vendosur apo jo. Dhe mbrojtja ishte e vendosur, nuk pati reagim. Edhe në rastin e golit të dytë. Po shikosh me vëmendje, ndërhyrja ndaj kundërshtarit pothuajse se ekziston. Ti s'mund të jesh një lojtar që e shikon veprimin e kundërshtarit. Ti do ndërhysh që ai mos ta bëjë veprimin e tij, pra ose mos ketë lehtësinë e veprimit të tij përpara portës. Pra në këtë aspekt, unë Partizanin shoh shumë pozitiv në gjithë këtë pjesë të dytë, pra faza e tretë në vazhdim. Ndoshta edhe fillimin e fazës 3 se kishte aq pozitiv, por që nga java e tretë e fazës 3 në vazhdim ka qenë 5 fitore radhës. Po këto 5 fitore radhës e bën ekipin të jetë dhe entuziast, dhe nga entuziazmi, siç e kemi thënë vazhdimisht, rritet cilësia e lojës me 30-40%. Ndërkohë, një rezultat befasues ishte sigurisht edhe humbja e Vllaznisë në Florë. Flamurtari duket sikur ka marrë një rezultat shpresë, le të themi, në luftën për mbijetesë. Si ke parë Vllazninë Resuli në këtë kampionat, sepse tashmë është ngushtuar edhe diferenca, është vetëm 2 pikë larg Ignatias dhe Elbasanit. Për hir të vërtetës, Vllaznia ka qenë ekipi gjithë kohës fund, ka qenë ekipi lider i kampionatit. I ka dhënë tonin kampionatit, ka treguar forcë karakteri, sidomos në shtëpinë e vet. Në ndeshje të tilla mund ndodhen dhe mund të humeshin ndeshje, por ato prapë janë kryesuesët e kampionatit dhe mendoj që stafi dhe trajneri Martini kanë bërë punë të mirë. Por pjesa më interesante e gjithë kampionatit fillon tash, se po ta shefësh kampionatin, po bëja një parantezë në momentin kur flisë Albani dhe po flisë për punën e Partizanit. Partizani për momentin është ekipi kampion i Shqipërisë për flasim 6 javë të fundit.
Kurse po shohim në krau tjetër Tiranën, që është ekipi më i dobët i kampionatit, luan në nisje të fazës 4 fatet e sezonit. që do është duke dalë ndaj 3 rivalëve direkt. Domethënë ne kemi 2 ekipet kryesore të qytetit, që njëri është sipër, të ndalojmë pak të ndeshje. Jo të them diçka për punën e vllaznisë. Ideja qëndron që unë mendoj që pjesa kryesore nuk është vetëm tek stafet. Pjesa kryesore është komplet organizimi i klubit. Forca e grupit, edhe patjetër që edhe zemra dhe shpirti që japin lojtarët në fushë. Sepse unë nuk mendoj që të ekipet, duke filluar nga i fundit deri ke i parë, keni diferencë shumë të madhe në futboll. Nuk mendoj që të keni diferencë shumë të madhe. Por ka dy ngjarje ndeshje. E para goli i Flamurtarit. Që është i jashtëzakonshëm, shumë i bukur, edhe goditë e bën nga ajri, dhe e dyta ajo ndërhyrja brutale pa shkak e lojtarit vllaznisë, i cili ndëshkon ekipin e tij me kartonin kuq me largohet me një lojtar më pak luan vllaznia. Dhe ajo mund të jetë një kush. Po ti referohem statistikave të ndeshjes, ka aq shumë gjuajtje të vllaznisë në ndeshje, po ka edhe raste të Flamurtarit, nuk e diskutoj, po kjo ndërhyrje, domethënë pa shkak, kjo është totalisht pa shkak, nuk ka arsye. Biles nga një mund të krijohet dhe përshtypja që shkon për të dëmtuar kundërshtarin. Unë isha prezent vetë në këtë ndeshje dhe në diskutime që pata me trajnerin Martini, një ndeshje e cila ndihesh i tradhtuar nga Bismarck. Sepse kundërshtari mund të shënojë gol, nuk ka asgjë, po ti je në gjendje për ta kthyer aq më tepër vllaznia që ka një organik shumë të mirë. Në momentin e psimit të golit dhe kartoni kuq ishte 1 minutë pas, skuadra e vllaznisë e humbi pak qetësinë dhe kaloi në një nervozizëm. Një nervozizëm i cili e shoqëroi për gjatë gjithë ndeshjes. Por është një situatë që i përsëritet vllaznisë. Dhe kjo ndoshta mund të jetë një nga pikat që nëse nuk do të arrijnë ta menaxhojnë dhe ta zgjidhin gjatë fazës 4, do të jetë një problem shumë i madh. Pasi për cilësitë dhe për organikën që ka, unë personalisht mendoj që është klubi që ka organikën më të mirë, të paktën edhe me element, edhe me numër dhe me gjithçka. Unë mendoj që aty ka një, prandaj thash dhe puna e stafit dhe puna e trajnerit, sepse ka një gëshëtim të lojtarëve me eksperiencë dhe lojtarëve të rinj. Dhe ato janë gëshëtuar shumë bukur me një tjetrin. Po megjithatë mos harrojmë diçka që kemi edhe një ekip që u afroi Ignatia, që është ekspert për këto, sidomos 2 vitet e fundit, ka qenë ekipi kampion. Kështu që Final Four unë mendoj që do të jetë shumë interesant. Dhe edhe pjesa për dal nga kategoria është shumë interesante. Jo, ndryshimi i formulës e bën më interesante këtë vit. Po, mbetemi përsëri në fakt e lufta për mbijetesë, sepse Elbasani ka mundur Tiranën, duket sikur Tirana ka prekur fundin. Alban, si e shikon këtë luftën për mbijetesë, sepse është bërë akoma më interesante këto jashtë fundit. Tirana e nisjes fazës 3 të kampionatit, ishte një Tiranë e cila dha shpresë, la vendin e fundit dhe arriti të fitonte ndaj rivalëve direkt. Tani është mundësia e Tiranës, është avantazhi i Tiranës. Pret Bylisin, pret Vorën dhe shkon përballë Flamurtarit në luan 3 ndeshjet e sezonit. Nga vendi që e shpëton direkt e ndaj vetëm 6 pikë dhe të gjithën e ka në dorën dhe i ka fatet në dorën e vet. Duhet të bëj Tiranën dhe nëse bën Tiranën, besoj Flori dhe Rindi e din shumë mirë, besoj që Tirana e del. Shpresoj që shej të gjejë suksesin e parë, pasi ende nuk e ka gjetur me skuadrën e Tiranës, dhe Tirana të gjithë fatet e veta i ka në dorë për t'i luajtur, pasi e ka vendosur kalendari përballë. Nëse do të arrinte suksesin në këto ndeshjet e para, besoj që motivi do të ishte edhe më i madh, do të kishte edhe më shumë besim se mund t'ia dalë në atë objektiv. Rind, si e ke parë Tiranën në këtë ndeshje, po edhe ndeshjet e mëparshme? Prandaj nisa për punën e 2 ekipeve të kryeqytetit, Partizani dhe Tirana. Mendoj që është thjesht çështje organizim dhe menaxhim. Unë jam i sigurt për këtë sot, kam parë edhe ndeshjet e kampionatit shqiptar dhe nuk ka një diferencë madhe midis ekipeve. Po të kthehemi pak në kohë, e majmë Partizanin që rrezikonte për shku ke zona e ka qenë para fundit. I nënti ka qenë. I tetin duket, i tetin. Jo, dhe i nënti ka qenë rrezikonte. Nuk duket se i teti, po megjithatë ishte në këtë. Dhe gjeti forcën, jo se ka ardhur ky trajneri ky djalëri dhe unë e përgëzoj për punën që ka bërë, por problemi që ndron aty është thjesht optimizmi, thjesht frymëa në grup. Nëse ti arrin ta kthesh ekipin të besoj, arrin ta kthesh ekipin të luftoj dhe të japë maksimumin, nuk ka gjë që sa arrihet. Prandaj dalë tek Albani që Tirana ka fatet në dorë. Nëse do të marrë 2 ndeshje të paktën 2 ndeshje të radhës, që ka në shtëpi kundra 2 konkurrentëve rivalëve direkt, mund të shpëtojë dhe mund të shkojë ke zona e play-offit. Por gjithçka arrihet me zemër, me shpirt, do të fusin, do të japin maksimum 100%, në kundër nuk bëhet.
Po, mbetet për të parë edhe se çfarë do të ndodhë. Në fakt, ndërkohë që Egnatia ka bërë detyrën e saj duke fituar ndaj Teutës me rezultatin 4-2, një ndeshje që ka prodhuar shumë momente, shumë gola, shumë spektakël, si e pe këtë ndeshje Riza? Pash. Se u ankove për rezultatet e ngushta edhe me pak gola, kjo i prodhoi gjitha. Kjo i prodhoi dhe do të them që përveç faktit që Egnatia është një ekip shumë cilësor, në ditë shënoi, po është ndihmuar plotësisht nga mbrojtja dhe portieri i Teutës. Se këtu janë disa gabime radhazi që psohet goli. Pra, po ta shikosh ndeshjen me vëmendje, ndeshja ka qenë disi e barabartë. Por në një rast shumë e barabartë. Po pikërisht pra, por ama gabimet janë ato që gabimet e portierit, gabimet e qendrëmbrojtësave janë përkthyen direkt në gol. Nuk ka kohë, nuk ka kush të shpëtojë më. Kështu që mendoj që Teuta duhet të jetë shumë e vëmendshme në mbrojtjen e saj, sepse prodhon lojë, por nuk prodhon dot rezultatin e bardhë në portën e saj. Pra, nëse do të ishte më efikase në mbrojtje, do kishte më shumë pikë se sa ka. Megjithatë ndeshja është jashtëzakonisht cilësore dhe vërtet do kisha dëshirë që të isha në stadium për ta parë një ndeshje të tillë. Ndërkohë Alban një ndeshje po aq interesante, flasim për ndeshjen e fundit tashmë që Bylisi triumfoi ndaj Vorës dhe është hapur çdo gjë praktikisht sepse është hapur rruga edhe për të ngritur më lart në renditje, pra janë 4 ekipe që janë ose për mbijetesë ose për të siguruar mesin, le të themi. Unë kam qenë prezant ndeshjet me Bylisin me Vorën dhe me thënë drejtën asnjëherë nuk i kam kuptuar si ndeshje. Besoj që janë 2 skuadra të cilat do të kërkojnë mbijetesën, por Vorën e shoh që ka humbur pak busullën. Nga ajo skuadra e fillim kampionatit, skuadra agresive, prodhonte futboll të bukur, ishte konkurrente ndaj kundërshtarëve, por edhe ndaj atyre që ishin pretendent, luante barabart ndaj Ignatias kampione, ndaj Partizanit apo ndaj Dinamos apo ndaj kujdo tjetër, nuk e shoh më atë Vorë ka patur një rënje sidomos në fazën e tretë të kampionatit. Përsa i përket Bylisit, gjithmonë është e paparashikueshme, mund të mbasë një ndeshje, mund të fitojë 2 tjera, mund të fitojë ndaj skuadrës kryesuese, mund të humbi ndaj skuadrës vendit fundit. Është një skuadër që do të thosha i surprizon gjithë për atë. Ka element cilësor në përbërje, por do ta ketë shumë të vështirë besoj mbijetesën. Të dyja skuadrat do ta kenë vështirë mbijetesën përballë Flamurtarit dhe Tiranës. Unë mendoj që është për ta përgëzuar faktikisht Vorën për pjesën e parë të kampionatit, sepse i bëri gjithë ndeshjet jashtë dhe mori më shumë pikë. Dhjavin e krijoi aty. Por ideja që ndron tash, domethënë, dhe këtu është faktikisht për të përgëzuar se një klub i vogël me organizim me fushë 3 me stadium 3, domethënë sinqerisht për të përgëzuar. Dhe kanë ekip të qëndrueshëm. Nuk po them spektakolar, por të qëndrueshëm. Por në pjesën e fundit, si duhet një vetbesim se gjasme ndeshje do ishin në fushën e vet, por megjithatë nuk ka marrë rezultate të duhura, kështu që duhet të shohin diçka në vendosjen taktike në ndeshjet që bëjnë. Po, mbetet për të parë sigurisht edhe në javët e ardhshme të Kabinettit Superior, sigurisht javën tjetër, të mërkurën tjetër ne do të jemi këtu për të folur për javën e 28 të Kabinettit Superior. Ndërkohë në fakt nuk është vetëm kombëtarja shqiptare e cila do të luajë fatet e saj për botrorin 2026, sepse është edhe kombëtarja e futsallit, që në fakt nis turin para eliminator që organizohet pikërisht në Shqipëri, me ndeshjet Çipros-Shqipëri në datën 9 prill, Shqipëri-San Marino në datën 10 prill dhe Shqipëri-Letoni në datën 12 prill. Kush është rëndësia e këtij turneu ku merr pjesë Shqipëria dhe që organizohet në këtë rast edhe në Shqipëri dhe cilat janë objektivat e ekipit kombëtar të futsallit? Patjetër që turneu është shumë i rëndësishëm se është pjesë e turit eliminator të Kupës Botës. Pavarësisht se ne jemi gjithmonë me nivelin që kemi si ekip më të fokusuar ke pjesa europiane, por megjithatë fati është që kemi edhe në shtëpinë tonë pjesa UEFA-s na ka besuar që ta organizojmë në Shqipëri, do të jetë në datën 9 dhe 12. Pjesëmarrësit janë ekipe që pak a shumë ne i njohim, me Letonin s'kemi luajtur një herë, ato kanë nivel të lartë, ishin organizatorë të kampionatit evropian së fundmi. Mirës bën një ndeshje spektakolare në hapje radhën Gjergjin 4-0, një ekip shumë i fortë. Dhe janë ekip me nivel të fortë, dhe të lartë. Çipro është një ekip pak a shumë si nivelin tonë, se Flori pak a shumë i kanë ndjekur. Kurse San Marino është më poshtë dhe mendojmë që ndeshja kryesore do të jetë me Çipron, San Marino dhe kuptohet në fund fare ndeshja finale do jetë me Letonin. Shpresojmë që ekipit janë më të mirët, domethënë përfaqësojnë sa më mirë. Jemi në një fazë faktikisht në rinovimin e pjesës të ekipit kombëtar, sepse u bën gati 10 vjet që 11 vjet që unë jam i trajner ekip kombëtar dhe janë pak të lojtarë që kemi pas, sepse pak a shumë vështirësi tim se nuk kemi ekipe zinxhiri në Shqipëri dhe gjithë lojtarët i marrin nga jashtë. Por megjithatë po mundohemi domethënë që me pjesën e duke ndjekur lojtarët jashtë, po presin kemi futur pasaportat për të bërë një
një 3-4 lojtarë që një 2 lozën Belgjik, një 2 lozën Kosovë, që janë lojtarë shumë të mirë cilësor. Dhe shpresojmë që të nxjerrim brenda muajit mars dhe të përfaqësojmë sa më mirë. Mendoj që do të kualifikohemi ke këto eliminatore për të shkuar në turin tjetër që është shtator. Dhe mendojmë që dhe shpresojmë që edhe me mendimin e FSHF-TV-s të japim një njoftim edhe për sportdashët që të mbushin pallatin e sportit, sepse është një ndihmë e madhe për ekipin, edhe është një sport shumë i dashur, shumë masiv, shumë ekspresiv dhe shumë i bukur për ta ndjekur. Dhe mendoj që do dalim me sukses. Pra, rikujtojmë në datën 9, 10 edhe 12 prill, kombëtare e futsallit, sigurisht që ju mirëpret ta ndiqni nga shkallët. Riza, ti ke qenë afër futsallit edhe gjatë gjithë vitit në fakt, sepse ndjek edhe ndeshjet e tjera. Si e shikon i kampionatit kombëtar? Domethënë, edhe kampionati kur luan ndeshjet janë spektakolare, do të thonë që të krijojë një emocion të jashtëzakonshëm. Edhe në sallat e mbyllura, sidomos sa më afër fushës thjesht, aq më i madh është emocioni, është një ndesh shumë interesante. Unë mendoj që edhe Letonia, për faktin që është një shtet shumë i ftohtë nga klima, e ka gjithë kohës kuar në sallat e mbyllura, kjo është arsyeja pse kanë zhvilluar. Ne mesdhetarët kemi pak vështirë që të rrimë në sallat e mbyllura, megjithatë fal njerëzve me pasion, siç është Erindi këtu në studio, që ka qenë një nga themeluesit e futsallit në Shqipëri, apo tani ekipi kombëtar për kaq vite, por unë besoj që do kemi një progres. Ndoshta ky do të jetë hati i parë që të kalojmë për në raundin zyrtar dhe të shohim më tej. Megjithatë mbetet për të parë sepse futsalla do të riorganizohet, unë kam folur me riorganizohet një në kampionatin ton. Dhe shpresojmë që pas riorganizimit kemi edhe një ekip kombëtar shumë të fortë se sa. Gjithë ideja është që brezat që vinë, ose domethënë ajo pjesa që furnizon na mungon diçka shumë e rëndësishme, sepse domethënë fushat në të cilat duhet luhet, pra terreni në të cilat luhet futsalla janë pallatet e sportit, janë specifike dhe në rastin në shumicën e rasteve nuk plotësojnë kushtet e dimensioneve, jo të kushtet e dimensioneve, pra duhet edhe një herë të bësh diçka nga e para që të gjesh për masa dimensionet e duhura për të luajtur një ndeshje. Niveli që ka arrit ekipi kombëtar gjithë këto vite, faktikisht është për të falendëruar dhe Federatën Kombëtare të Futbollit, sepse kemi pas suport pa limit. Flori di shumë pa limit, sidomos për ekipin kombëtar. Dhe këto rezultate që kemi marrë dhe në kualifikimin e përparshme dhe kur shkuam në Elite Round dhe në Main Round që kemi tash historikisht, janë rezultate që kanë ardhur vit pas viti. Por problemi që ndron që kemi krijuar një projekt pilot që besoj se do të konfirmohet dhe aprovohet nga federata për krijimin e një ligje ndryshe, për të bërë 8 skuadra statike në për pallate sporti reale që janë në qytetet shqiptare, po themi në Korçë, në Elbasan, në Tiranë, po dihet Shkodër, Vlorë, Fier, dhe të krijojnë një bazë në bazë të ekipeve elitare, një ndjeqës madhe, që të bëjmë një kampionat serioz, domethënë shumë të fortë, që të na japi rezultate pas ekipit kombëtar. Ky është gjithë. Çdo gjë është zinxhir, sigurisht. Sigurisht që ne urojmë shumë sukses edhe kombëtares shqiptare të futsallit. Në datën 9, 10 edhe 12 prill do të luajë ndeshjet e raundit para eliminator për Kupën e Botës. Ndërkohë, në rubrikën e investimeve infrastrukturore ne diskutojmë her pas here investimet e reja që bën Federata Shqiptare e Futbollit. Në këtë rast është drejt përfundimit fusha pranë stadiumit Niko Dovana në Durrës. Jemi në fazën e shtrimit të tapetit dhe sigurisht është një hapësirë shumë e mirë edhe për akademitë, për futbollin e të rinjve që ata mund të stërviten edhe mund të zhvillojnë futbollin pikërisht te këto mosha dhe është shumë i rëndësishëm. Alban, ne flasim vazhdimisht për rëndësinë e të rinjve në futbollin, ata çfarë ne shohim te kombëtarja, sigurisht që është një proces zinxhir që nis që nga akademitë edhe më tej. Sa rëndësi ka? Kjo është kryesorja, besoj. Pastaj vijnë të tjera dhe unë është një shprehje që themi ushtofshin. Dhe sa më shumë fushat kemi, aq më mirë është. Pasi i vinë në ndihmë çdo qyteti dhe çdo komuniteti për zhvillimin. Më vjen mirë që Durrësi përfiton një fushë të re. Mendoj që edhe një tjetër zotisht e keq është një nga klubet që ka një akademi shumë të mirë. Unë kam ndjekur personalisht. Është një nga akademitë ndoshta më të modernizuar edhe për sa i përket gjithçkaja që ndodh te klubi i TUT-s dhe më vjen mirë që Federata Shqiptare e Futbollit ja ka mundsuar këtë fushë, shpresoj që edhe në qytetet tjera, pasi prezenca e fushave i jep mundësi më shumë
jep orë më shumë pune dhe Erindi me Florin e din shumë mirë që sa më shumë orë pune, aq më benefite janë. Dhe kjo fushë do të thotë që është një frymarrje më e madhe në rastin konkret për klubin e Teutës, por ndoshta që mund të shërbejë edhe për ndonjë akademi tjetër aty, por mbi gjitha është që cilësia padyshim vjen dhe nga numri i madh i terreneve sportive, pasi mundësia e trajnerëve për të punuar është akoma më e madhe në raste të tilla dhe shpresoj që 2026 të cilët disa në Republikën tonë. Patjetër, dhe fakt ky është një nga edhe objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, gjithmonë të shtojë numrin e terreneve sportive që futbolli të jetë sa më afër njerëzve në çdo qytet të mundshëm. Unë dua të falenderoj Erind Resulin, faleminderit Alban Hasani, Florian Riza si për herë, ne do të shihemi së bashku të mërkurën tjetër, deri atëherë mirupafshim.